E ardhmja e mirë të Uzunit mund të jetë së shpejti në Europë. Sulmuesi shqiptar i Austin FC thuhet se po shqyrton largimin nga MLS-ja amerikane në fund të vitit 2025, duke synuar të rikthehet në futbollin evropian. Burime pranë lojtarit flasin për një dëshirë të qartë të kthehet në një ligë më konkurruese pas përvojës së tij Matan Oqeanit. Kjo dëshirë nuk ka kaluar pa u vënë re, veçanërisht në Itali, ku thuhet se klubi i Cagliarit ka shprehur tashmë interes konkret për shërbimet e sulmuesit Beratas. Klubi Sardi, i cili kërkon përforcime në sulm për gjysmën e dytë të sezonit, thuhet se po shqyrton një marrëveshje fillestare Uazimi në muajin janar, një zgjidhje që do t'ua lejonte atyre të testonin ndikimin e 30 vjeçarit në Serie A përpara një blerjeje të mundshme. Nuk ka negociata të avancuara në këtë kohë, por diskutimet midis palëve mund të intensifikohen në javët në vijim. Prandaj emri i Uzunit mbetet një nga kandidatët më të kërkuar përpara afatit kalimtar të dimrit.